Këshilltari i Kuvendit Komunal të Ferizajt Gjevat Sallahu javën e kaluar ka vizituar Gjermaninë, ku është takuar me 2 kryetarë të komunave të këtij shteti, me të cilët ka biseduar për mundësinë e investimeve gjermane në Ferizaj, si dhe fillimin e bashkëpunimit në fushën e punësimit. Gjatë diskutimit edhe me kryetarin e komunës të atij qyteti, shpalosa gjendjen tonë këtu ekonomike dhe si që jetojmë ne në Kosovë dhe ku shprehi gatishmëri komuna që për mungesën e punëtorëve fizik, kodra fizik, po edhe motra medicinale, po edhe në aspektin e ngritjes nivelit të bujqësisë në Kosovë, do të vazhdojmë, do të bëjmë një bashkëpunim të thellë. Kurse në një vendbanim tjetër në një qytet Otasfajer, një qytet më i vogël, u takova me kryetarin e komunës atij qyteti, me të cilin biseduam për një mundësinë e bashkëpunimit, ku edhe ai më tregoi që kanë mungesë punëtorëve fizik dhe në lomën e shëndetësisë, ku ka nevojë për një bashkëpunim të thellë. Sallahu tha se kriteri themelor për punësim në Gjermani është njohja e gjuhës gjermane. Qytetari që për punëtor fizik duhet s'paku të digjuhën të mirët vesh, duhet të ketë një profesion që ka njohurinë në çat profesion sadopak, edhe i ka shanset më të mira. Edhe nëse s'ka ndonjë ndalesë, ka qenë më herët refugjat apo ka ndonjë ndalesë. Aja mund ta pengoj, përndryshe përparësi do të kenë ata që dinë gjuhën pak dhe që kanë njohurinë në atë profesion. Sallahu bëri të ditur se profesionet për të cilat ka më së shumti nevojë shteti gjerman janë infermier, inxhinier të ndërtimtarisë, elektroinstalues, furtar, murator, gipser, pllakanxhetës, punëtor profesional për ndërtimin e rrugëve e të tjerë.